Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa viziton sot Kosovën, një ditë pas ndalesës në Serbi e Bosnjë që ngjalli jo pak diskutime. Costa takohet gjatë pasdites me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani dhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Vizita e tij vjen në një kohë kur pas plot 15 përpjekjesh, deputetët në Prishtinë nuk kanë arritur ende ta konstituojnë parlamentin e tij pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, ndërsa në detyrë vazhdon të mbetet qeveria Kurti. Ndalesa e Kostës vjen gjithashtu teksa liderët kosovar poshtojnë thirrje drejtuar Bashkimit Evropian për heqjen e masave ndëshkuese të vendosura pas tensioneve në veri të vendit. Këto masa mbeten ende në fuqi me arsyetimi se Kosova nuk ka ndërmarrë hapa të mjaftueshëm për shtensionimin e situatës në komunat me shumicë serbe. Vizitën zyrtare në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Costa në mesin e thirrjeve për të mos shkuar në Serbi, të cilat zgjodhi të injoronte. Raportuesi i Kosovës në Parlamentin Evropian, Terras, doli me një akuzë të hapur në llogarinë e tij në X, kur tha se Costa ka vendosur të takohet me mikun e ngushtë të Kremlinit, pavarësisht kundërshtimit që eurodeputetët nga 14 shtetet anëtare bën përmes një letre drejtuar atij. BE-ja nuk mund të lejojë dështime të tilla diplomatike, ka shkruar Terras. Gjatë një konferencë për shtyp me presidentin serb, Costa theksoi megjithatë se dialogu me Kosovën është kyç për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe shtoi se është po aq i rëndësishëm edhe qëndrimi i qartë për dënimin e agresionit rus ndaj Ukrainës.